Vau Idejes është një oazë natyrore dhe kulturore në veriperëndim të Shqipërisë, ku bukuritë e liçeneve, lumenjve, maleve dhe fushave bashkohen me një trashëgimi historike të pasur. Vau Idejes është gjithnjë më shumë në fokus të turistave vendas dhe të huaj, të cilët tërhiqen nga bukuritë natyrore dhe trashëgimia historike dhe kulturore që ka. Antonio Pietrej, specialist pranë zyrës së turizmit në Vaun e Idejes, tregon më shumë mbi destinacionet e preferuara të vizitorëve. Një numër shumë i madh turistash që ndjekin itinerarën për në lumin e Shalës dhe normalisht ne asaj kena dhënë prioritet si bashki. Pastaj nuk do të harrojmë se kemi edhe liçenin e Vau Idejesit. Vau Idejesi ka shumë monumente kulturore, shumë kala, shumë kisha të vjetra. Po e nisim nga fshati Kukël, ku është kompleksi muzeal, kompleksi Ndremjeda, kishën e fshatin Kaç, që ndodhet rreth 6 km nga qyteti i Vau Idejesit, kishën e Shën Palit, Shën Pjetrit në Hajmel, ku zhvillohet dhe Betlehemi i gjallë. Kemi kishën e fshatit Nënshatit, gjithashtu edhe këtë kishën këto, që është një histori shumë e madhe për ne. Kjo është kisha ku ka vendosur kunur Gjergj Kastrioti, heroi jon kombëtar. Do t'i ftoj të tonë turistat, si ata të Shqipërisë, edhe ata emigrantat që do të vinë të vizitojnë historitë që kena ne këto nëpër kalat, nëpër kishat e këta monumente kulturore që kena, që ta zhvillojmë sa më shumë trashëgimin kulturore. Mes skalave dhe kishave të Vaut Idejes, kisha e Shënmërisë merr një vend të veçantë përveç bukurive të saj, edhe për historinë e pasur që ka. Deja ose Danja, një vend i cili se ndoi rreth shekullit 15 nga princi Lek Zaharia. Leka ishte i dashuar me Irina Dushmanin, vajzën e Lek Dushmanit, princit të Pultit dhe të Zadrimes. Gjatë ceremonisë së dasmës së Mamica Kastriotit, motrës së Gjergj Kastriotit, Lek Dugagjini tentohet t'i afrohet dhe ajo e refuzon atë. Në këtë moment ndodh një përplasje mes njerëzve të Lek Dugagjinit dhe njerëzve të princit të Zadrimes Lek Zaharia, përplasje e cila sjell viktima të shumta. 2 vite më vonë nga kjo përplasje vritet Lek Zaharia. Faji bie mbi Lek Dugagjinin, ndërsa Irina Dushmani vendos të mos martohet më dhe shkon në një manastir morgeshash në Sardenjat e Italisë. Dhe nga aty lën amanet që të varrosesh në kishën e Shënmërisë, aty afër varrit të Lek Zaharisë. Forma aktuale e kishës vjen pas restaurimit të vitit 1880 me një këmbanore dhe një kryq diellor të vendosur mbi çati, një simbol i lashtë që i shton kishës një ndjenjë mistike dhe të lashtë. Mes bukurive të liçenit, arkitekturës së kalave, historisë së kishave dhe kulinarisë së pasur, Vau Idejes fton çdo vizitor që të shijojë këto destinacione.